Elbasani u përfshi mbrëmjen e së dielës, më 30 nëntor, nga një tjetër atentat i rënd kriminal, që i mori jetën një biznesmeni 43 vjeçar. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:35 në ambientet e aktivitetit të tij, ku viktima u ekzekutua me armë zjarri. I ndjeri u identifikua si Edmond Hyka, i njohur në qytet me nofkën Mondi Mahalla. Ai u qëllua fatalisht me 2 plumba në kokë, duke humbur jetën në vend. Sulmi ndodhi brenda mjetit të tij luksoz Range Rover, pak qaste pasi kishte dalë nga zyra e karburantit Xhaxhi Oil në lagjen Emin Matragjiu, në daljet e Elbasanit. Pamjet e kamerave dhe deklarimet e para sugjerojnë se atentanti është kryer nga 2 persona të armatosur me pistolet, të cilët qëlluan në drejtim të tij dhe u larguan me shpejtësi pa lënë gjurmë. Hyka ushtronte disa veprimtari biznesi në Elbasan. Përveç karburantit, ai zotëronte edhe rrjetin e taksive El Taksi, ndërsa në vend ngjarje u pan të parkuara disa prej automjeteve të kompanisë së tij. Megjithse i njohur si sipërmarrës, narkotikësh dhe armëmbajtje pa leje, po ashtu ndaj tij vijonte një proces gjyqësor për armëmbajtje dhe sende të ndaluara, pasi një vit më parë ishte sekuestruar një shkop gome. Edmond Hyka jetonte në Tiranë, në zonën e komunës së Parisit, por aktivitetin kryesor e kishte në Elbasan. Policia ka ngritur pika kontrolli dhe po heton disa pista, kryesisht të lidhura me të shkuarën e tij kriminale, por deri tani nuk ka as autor të identifikuar. Një tjetër ekzekutim mafioz, një tjetër automjet luksoz, një tjetër arratisje pa gjurmë. Ngjarjet të tima duket se vazhdojnë të përsërisin të njëjtin skenar të trisht në Elbasan dhe në Shqipëri.